gjitha votat. Unë s'mund të përcaktoj fatjen individual të njerëzve që janë deputet Kuvendit Kosovës dhe dëshirojnë të veprojnë jashtë LDK-s. Por për aq sa LDK duhet dhe do të respektojnë këtë vendim të Kuvendit LDK-s, për ndryshe s'ka kuptim as demokracia, as organizimi partijak. Por ne ende s'kemi marrëveshje. Prandaj unë s'mund të kërkoj votën mbështetje prej deputetëve të LDK-s pa pas një marrëveshje. Për marrëveshje të mirë, se kanë as votën time. Për marrëveshje të mirë, besoj se do të mungoj një votë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ajo që është e qartë është që Kuvendi i LDK-s i kërkon deputetëve që të respektohet ky vullnet i shprehur nëpërmjet kryetarit të partisë për stabilitetin institucional, kaq mund të bëjë një parti politike. Për çështje të tjera, unë besoj që çdo kush që është përfshirë me bindje të drejta për procesin e shkarkimit mund ta kuptoj. Por për asaj që kam parë publikisht, për përgjimeve të Republike, nëse mekanizmat shtetëror janë përdorur për të razuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, atë do të ketë përgjegjësi dhe përgjegjësi të madhe për drejtim. Mendoj që kanë gabuar gjithë ata që janë përfshirë këtë drejtim. Nëse zoti Rame është përfshirë këtë drejtim, ka gabuar rënd. Dhe antarësia e LDK-s nuk e fal. Cilat kanë hapa tutje drejt takimeve me Putin për formimin e institucioneve. A mundet të na tregu parimet që ka një kërkoja për një marrëveshje? Është synoni postën e presidentit dhe nëse përfshihet në qeveri. Cilat digastere synoni të kanë? Ende s'kemi mbërri atje. Ju siç e dini, kemi pasur vetëm një takim. Dhe në takim s'janë folur as pozitat, as ndarjet pozicionale, lajmet e bëra publike janë të pavërteta. Pra ato që u shfaqën jo kaq ministri nuk janë diskutuar në tavolinën diskutuese. Mund të jetë një testim mediatik. Pra mund të jetë pjesë e betejës publike ku një palë e teston një ide. Po nëse ka dashur me testu, është ide e dështuar. Jo, mund të ketë disbalancë përfaqësuese në institucionet e Kosovës. Populli i Kosovës do të jetë sigurt me LDK-n, se LDK s'mund të pranojë asnjë marrëveshje në cilën ne nuk sigurojmë demokraci funksionale në Republikën e Kosovës, ku pozitat kryesore shtetërore nuk i takojnë një parti të vetme. Për çështje të tjera, ende nuk kemi folur. Më lejoni që tani prej sonte në tutje, fillimisht të kalojmë këtë periudhë të organizimit që ka qenë lodhshme për LDK-n. Nga nesër e tutje të përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur diskutoj tutje për institucionet. Nuk kemi mërri në asnjë pozitë individuale, ju lutem, keni me kuptim me kohë kur të mërri jo njoftojmë për gjitha, por ju kam thënë prej fillimit, kjo çështje s'është individuale, s'është me emra të përveçshëm, është me çështje parimore, fillimisht parimi të individual. Na drejtimin e ende. Edhe parimi kryesor është a duhet një parti të ketë gjitha apo jo. Për LDK-n bindit janë që ata një parti s'mund të ketë gjitha. Jo. Unë s'kam fjalë të këqija për askënd prej tyre. I uroj punë të mbarë në komunat e tyre, du të kthehen të zhvillojnë komunat e tyre. Si kryetar Dekësh shpresoj angazhim sa më të madh në rritjen e LDK-s, por jo, hakmarrje s'kam me askënd, vazhdoj me besu se iniciativa ka qenë pa vend, e pa kohë, jo në përputhje me pritjet e popullit të Kosovës, dhe në kundërshtim me gjithë vullnetin e antarësisë së LDK-s. Unë s'kam pas asgjë tjetër përveç bindjeve të mia. Nëse këto janë bindjet edhe të elektoratit të LDK-s, atëherë edhe këta zyrtar senior të LDK-s bëjnë mirë të respektojnë përfundimisht, të lënë LDK-n të marrë frym një herë, ta mbështesin reformën, por në këtë fazë ju uroj punë të mbarë në komunat e tyre, aty ku kanë punë kryesore, sepse qytetarët kanë nevojë për punë konkrete në këtë angazhim. E para, fondet që e pezullon këtë ndosejre në takimeve. E pezullimit. A mundet të pos që prej nesër kur është takimi në orarin në kryetar të partisë me vazhdu një takim potencial me zotin Adriziku e me zotin Kurti, edhe e dyta fondet që kom nevojë për reforma në LDK, që ka sa të cilë në kuptarin me reforma, edhe a mundet me i prej këto reforma ata të cilë i kanë dhjenë në shkrimë. E para punës mirë që më kujtove se nesër është takimi në orarin 10, dhe se janë do të delegojmë dikën sepse se kemi deleguar askënd. Por që son të delegojmë dikën për takimin nesër në Kuvendit. Është me kryetar të partive.
gjitha partitë janë dakorduar të marrin pjesë në kryetarit. Është takim teknik, nuk është politik. Edhe pak a shumë e kemi dakorduar që të marrin pjesë në kryetar. Nuk ka çështje të disrespektit institucional, është dakordim brenda partive. Për çështjen e reformës, reforma, shoqëria nuk është përjashtuese, është xheruese për LDK. Natyrisht ata që nuk kanë bindje me këtë rrugë të LDK-s, ata s'mund të vazhdojnë të kritikojnë, atakojnë, e sulmojnë LDK-n çdo natë mundshme gjithandej. Por kjo praktikë duhet ndërpritet sepse s'ekziston asnjë parti tjetër. Nëse dikush s'don me qenë me këtë bindje, me këtë vizion, rregull është, vazhdon tuti jetën e lirë. Por para që e bën logën, stemën e LDK-s në zemër dhe përfaqësime publike, qoftë si antar i thjeshtë, ai do të ketë përgjegjësi për fjalën që i thotë. Sepse dëmi po bëhet i madh. Dëmi po bëhet i madh dhe më pas po na duhet një parti jeton, shoqëri, një parti jeton. Prej 31 janarit ku diskutime janë për shkrime, për vendet e jashtëzakonshme të mirëmi, të harxojmë energji për të ardhur te pika 1. Por dëmi është bërë. Prandaj reforma kërkon bindje vlerore, jo individuale. Nuk ka hakmarrje ndaj askujt, por duhet ta kuptoni se rruga bëhet me ata që besojnë. Ata që besojnë s'mund ta bësh rrugën, s'mund ta bësh asnjë hap. E bën një hap, më pas kur thojnë e bën dy prapa. Kjo është më pas problematike për vetë shtëpinë tonë. Me ju tregu për pjesë, më pas pala tjetër, po tani është kjo pjesë e strategjisë diskutuese mes palave. Marrëveshje e njëjtë e dhjetorit nuk është marrëveshje e mirë. Pra marrëveshja e mirë nuk kupton që të ketë balancë institucionale mes palave që duhet të jenë pjesë e këtij diskutimi. E rëndësishme është të shmangim zgjedhjet, se këtë kam përshtypjen se gjithë këto zëra që kërkojnë zgjedhje një herë janë në diskrepancë të rëndë me vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Populli i Kosovës nuk don më zgjedhje të reja. Don stabilitet institucional, politika konkrete dhe orientim qartë euroatlantik. Për çka LDK është garant në këtë drejtim. Pas takimit me Kurti Patetaruçi me Zolloj për faktin se ajo nuk mund të hyjë në bisedime me problemet e brendshme. Tashmë kur delegatët e votuar për deri në kuvendin e radhës. A ka unitet brenda grupit të LDK-s, po flas për deputetët që me i vazhdu bisedimet edhe me zgjidhje ngërshime në presidentit. Nëse nuk ka me pas, do t'i bëj publike para jush. Do të thëmë, ka që vota e ka LDK-ja dhe këta një tjertë dëshirojnë zgjedhje të reja, më pas të marrin përgjegjësinë individualisht të cilë që dënë. Ai që të them është kuvendi i LDK-s. Dha deklaratë të qartë, deputetët me gjithë përvojën që kanë, sjelljen institucionale që kanë, para se ta respektojnë partinë e vet. Më qartë se ka s'mund bëhet. Tani unë vërtet jam edhe i lodhur me kuvende. Është kuvendi i katërt në 5 vite mandat. Kur të thap se s'po vendos një kuti të hyrja e LDK-s, sa është vjen dikush ka një votë le të qetë. Por tash duhet stabilitet. Duhet qetësi dhe unitet rreth shumicës. Kështu funksionon LDK-ja. Po të kishte qenë rezultate ndryshe sonte, ne të tjerë siç kam deklaruar do ta respektonim ndërsi. Por përçarja publike e këtyre diskutimeve i ka dëshpëruar qytetarët tonë dhe mbështetësit e lidhjes demokratike të Kosovës. E fundit. Ju e keni lajmin e ofertës i pasat. Nós të ka dinë ma shumë se në. Duhet me pas balancë institucionale. Çka e garanton ta? Pozita presidentit, gjysma e ministrive, balancë në kupton që një parti mos të ketë kontrollet e plota të gjitha institucioneve të Republikës Kosovës. Dhe janë 3 institucione përse të plasën. E para është kuvendi që në kupton shumica, jo kryetari i kuvendit. Kryetari është funksion ceremonial më tepër. Është paravajtë si seanca, ku s'ka fuqi, ka një votë kryetari. Pra, kuvendi ka një shumicë, ajo shumicë pak a shumë është e përcaktuar me zgjedhjet rezultatin e shtatëshorë që i takon partisë së parë. Janë 2 institucione tjera pa të rëndësishme. Pra, nëse një parti e ka kuvendin, ajo s'mund ta ketë edhe presidentin, edhe kryeministrin. Pra, edhe qeverin, edhe presidentin e kuvendit. Jam interesuar që jenë zgjidhje, jam interesuar të diskutojnë. Por për këtë interes duhet 2 palë. Për takimit parë
kam qenë më optimist se sa hera të kaluara. Por tani më lejoni që nëse ka vullnet për gjitha palëve, tulemi të flasim të shohim tuti se si duket balanca institucionale. Ne kemi folur se si duket kjo balancë, ende jemi të definimi i parimeve, pra ende s'kemi arrit në momentin që definojmë parimet se si duket balanca, atëherë flasim për pozicione për çfarë ju vetë vërtet keni shumë interes. Kush do të jetë presidenti i Republikës Kosovës, sepse ai emër është i rëndësishëm. Dhe më pas do të flasim kush do të theq me fushat programore. Pra temat e rëndësishme që kemi, çka bëjmë me integrimin euroatlantik, çka bëjmë me zhvillimin, çka bëjmë me luftën kundër korrupsionit, çka bëjmë me kapjen e institucioneve, çka bëjmë me stabilitetin institucional, çka bëjmë me gjykatën kushtetuese që si ka dy gjyqtar gjykatës kushtetuese. Pra këto janë tema për cilat duhet diskutojmë dy palë, kohën e kemi të shkurtër, pra kemi më pak se një javë derisa duhet konstituohet kuvendi, më pas kemi 30 ditë derisa duhet konstituohet qeveria, e më pas kemi 30 ditë tjera derisa duhet zgjedhur presidenti, nëse do shtojmë për 60 ditë të ardhshme, atëherë kemi fatkeqësi të mëdha në politikën e Republikës së Kosovës. Ju falenderit edhe një herë dhe ju zotohem se ky do të jetë kuvendi i fundit dhe ka të bëjë deri në zgjedhjen e ardhshme nëntor, vitin 2027. Ju falenderoj shumë. Jo po s'ka. Ta ma punë me mojë thashën, ali ku ti e qesëm të zyra aty që kanë dëshirë, ata ne deri 20 ditë me votu, po s'mundemi 20 ditë nga një kuvend të marrë partia. Ju falenderit. Kemi hyrë në këtë edicion special në këtë mirësonte, pasi kemi dëgjuar drejt për drejt